për ta lidhur dhe për t'i dhënë një aromë. Po. Pra, lëng limoni, lëng portokalli dhe Kemi dhe pak frut pasion, ja se do e përmledh. Po dhe frut pasioni. Përpara se Po. ta shekerojmë, do mundohem t'i bëj dhe një test. Kështu provohet? Po. Sigurisht në shtëpi duhet të kemi matës, por që duke qenë se... Si mund ta masin në shtëpi? Me çfarë mund ta masin? Nëse s'kan këtë pajisjen që keni ju? Po kanë. Një filxhan? Kanë një filxhan. Vjetet e thanore. Jo, mos është shumë duat të Jo, filxhani përgjithsisht është 50 ml, pak më pak, kështu që aktualisht kjo do gjys filxhani sepse duke qenë se ka më pak alkool. Gjys filxhan kafeje. Ky është si shtam maci. Tani do mundohem t'i hedh 2 pika. Po. E cila është një produkt. Çfarë është kjo? Kjo është një produkt që zvendëson të bardhën e vezës, nuk lëshon aroma, po thjesht ndihmon për të pasur atë kremozitetin, për të dukur sa më bukur. E kuptova. Sa po më shuajte një kureshti se si bëhen koktejlet e ndryshme që vinë zakonisht kur i porosisim në bare me atë shkumën e bardhë sipër, por me sa duket që ka gjetur zgjidhja edhe për këtë. Varet cili. Tani shtojmë akullin dhe? Është gati për shekerim. Koktejli i parë. Nuk ka nevojë për shekerim gjatë. Siç tham, kjo sugjerohet gjatë vakteve, për ta nisur, por që ti mund ta përfundosh me verë dhe me çfarë dush. Tani ky është koktejli Ejatene. Kështu, a? Koktejli programit ton, i cili ka vetëm fruta.